Gjatë gjithë kohës, kur ka ndonjë gjë të tillë dhe më mërzihet. Do me thënë, unë e kuptoj që ajo e ka dhe pastaj mbaroi vetëm, pastaj erdhi në vete. Filloi, pastaj ishte shumë e lumtur, ishte po prapë okay. Ka disa switche energjish që mua më duhet të përshtatem me ty kur je nervoze, po prapë më duhet të përshtatem me ty kur kthesh në gjendjen tënde. Po prapë. Edhe më mërzihet. Edhe për këtë bisedën mos e bëjmë. Më mërzit edhe kjo. Ka gjithë ditën, sot nuk di më çfarë di me. Mos i thuj më gjë ajo tani bashkë me atë tjetër. A vetëm atë muhabet okay nuk është. Por ti lodha, ti. Edhe unë, se bëjmë. Do të thënë, unë kam mbyll atë kapitull. Për sa kohë kam mbyll kapitujt e mi. Që më kanë thënë tim ajo nuk është asgjë, unë kam kapitull tjetër me këtë, sepse na kanë ullë fytyrën. Edhe për mua është too much. Atë vuaj më shumë se sa këtë gjë. E vuaj më shumë. Sepse asnjëri nuk po zgërdhia aty live. Po t'ishte zgërdhia ndonjë aty live, edhe tu kujtohesh live-in tjetër e po çfarë po ndodhi. Kjo do ishte. Po ne ishim gjithë me kokë. Nuk është se do të çoheshin nga aty dhe do vinin në një vend më të mirë. Okej. Do vinin këtu, e kupton? Edhe është vështirë me ikë edhe me ardh prapë. Bukur. Po tjetër çfarë do? Çfarë t'i vem? Shumë mirë është sa më ëngër. Kaq edhe kaq. Ë? Po. Ja. Shatarski. Shatarski? Si do thoshte dikush që nuk është e vërtet, sa po i lavadurët. E vërtet. Kjo ishte e vërtet. Mos e ki me merak se... Se sa po i lavadurët? Gënjeshtar jo. Tani, mas i lavadurët, a shkova. Në një 2-3 vene. Që rëndësi ka kjo? Po. Edhe i qikrip, ha? Po, gjithçysh. Ç'të të them? Gjella me krip. Qipa... Qante! Qipa me kajar, po. Qa tjetër mund t'i vem? Një fletë salat. Po s'kam i motër, sa të përkoja. Ka një... Jo, është jashtë, më duket. Shipe me? Që ka majten... Pse, ajo është salat? Po pse qarë është kjo? Unë atë do e kisha po lakë. Okej, mbas është lakë. E lajmë. Nisa sot, e mori seriosisht edhe për të thënë nëse ai ka më shaka, nuk mund ma kthej mua seriosisht pastaj. E kupton? Jo, e kishte mua për shembull isha thënë që ja po të ka përpjek kur të flet. Thjesht e kam parë që është nuk e di çfarë situate është, por e shikoj që është sikur to të përfshihet më shumë dhe mundohet ta bëj këtë gjë. E kupton? E kupton ç'është atë? Pra mua të paktën më duket kështu. Unë mendoj duke e njohur pak më shumë që thjesht ai akumulon. Dhe kur akumulon, vjen ai momenti që e thot gjën që njerëzit për shembull para mirë në di që më ka thënë disa herë që s'po m'pëlqen. Dhe sot është dul ka folja 2 orë me Ramirën. A ti? Po është unë do me thënë që në fillim kam thënë bravo për indrin sy dhe kam bajt veten të si qyri se ka thënë veten i që është mërzit ka Ramire dhe po them janë që po mirë Ramire dhe mua mund në mëjnoj mirë
disa gjëra të akumuluara. S'është vetëm një ose dy ose tre. Ndërsa Blerina sot të sfidë e veshjes ulemi, filloni me një hiperaktivitet. Po nuk mund të jem gjatë gjithë kohës. Ase s'ka gjë se kështu e këti tipin. Se u pëm 5 javë këtu brenda edhe unë ndikohem ka këto lloj energjish. Oke, u mundova ta zbuzja edhe maj të marrë pije, shkova e buza i dhe gjithë pastaj edhe mua një moment mëra 8-9 të tavolina u stresova dhe më kapi ai stresi im. Edhe si që isha pastaj e mora që në ulla dhe bëja ullur. Edhe i thash edhe Indrit nuk mundem me këtë lloj energjie. Nuk mundem sepse është it's all about me. Diskutime shumë idioti thash, ç'është diskutim? Me diskutim ne pse ndonjë tim të flasësh më shumë për jetën tënde. Po se kam pas merak se që të dilte pra, që ta bënte sot. Po, se ishte përgati e gjitha. Po tani më fal, nëse unë do dalj që të shpjegoj një gjë të caktuar që mund të jetë shumë delikate. Mua nuk më intereson fare kush më pret mbrapa. Do ta mbaroj siç mendoj unë ose më fare, ose nisem fare. Po, të mendoj unë jo është ky personi, kështu që do t'i shkurt. Edhe duan të krijojnë debate tani, të krijojnë debate për çfarë pa lidhje. Edhe për çfarë? Pse ndonjë ti më shumë ata ishin kënaq, në fund që t'jep një energji pozitive për atë që ndodhi. Po pra, që as t'i kalua dhe tjerë me qef. Po kishin këtë lloj energjie, ma të ranë. Thua, ka ndonjë gjë për të bërë? Po kot, e kupton, mos isha përgati përpara, t'isha përgati nga fundi. Siç do e bënim gjithë. Të them të vërtetën, po të kishte dash Indri për shumë drejtë. Pastaj te një televizor me butel. Po pra, se po ndryshon televizor. Duket absurde. Unë si marrë do të kështu se kaq seriozisht. Nëse ti do të rishë gjithë ditën derisa ta mbarosh. Eksaltohet ajo. Po, edhe ka nevojë për atë me time-in. Dhe kur i mohet ky me time është kështu. Po se kam vetëm për atë, kam edhe për Ilin që e shtyn. Unë e shtyn shumë. S'ta kisha thënë sot, po unë mërsita kur patëm sfidën e veshjeve. Shkuam te tavolina dhe ka bie lloj euforizmi. Edhe po e tepërt. Mirë se edhe Indri nuk ka pëlqyer këto 2 ditë sirësia. Kur? Nuk ka pëlqyer dje sirësia me Romirin. Po mua erdhi ma tha që në djeshma. Dhe nuk ka pëlqyer nëse si Indri është si. Nuk më intereson debati. Por po e shikoj që ndonjëherë i ka të akumuluara. Po nuk funksionon kështu. I ka të akumuluara sepse ka ndodhur disa herë që më ka ardhur dhe më ka thënë që më ka thënë këtë gjë, më thatë. Dhe i ka të akumuluara. Po ai nuk mund të dihet inferior ndaj Romirit dhe prandaj i akumulon, më kupton? Ose ti marrë personale. Po sepse kanë qenë disa herë, për shembull gjërat që më kanë thënë. Ai mundohet t'i kaloj me të butë, me të lehtë, edhe kur e shef që s'kalojnë,
sepse ka njerëz që mund të kujdesen për çfarë thonë, por u flasin syt. Po të shpjegoj një herë që është një individ që po kërkon, Po pra, po s'po merr dot. e di. Dhe kjo që individ që ka marrë gjithë jetën e shkatron. Mendoj unë. Kështu që mos e merr personale. Thjesht e kam për këtë gjë. E di po. Tani do të po debatonin pse Romiri dhe Visi me ta ika se së trova pse Romiri dhe Visi Po rinin më shumë. kishin qef mëlla. Po jam më përveç se kishin qef. Ajo me sa më shpjeguan ata të fut në disa ura që ti sidomos nëse përballë ke një person që e njeh mirë vazhdon diskutimin sipas po të kisha unë Jonitën ose ty. Po, ne do të kishim qenë bashkë, ne do kishim folë për 7 pëlqefe. Pra po, tani kur është kështu, normal që do jetë e gjatë. Dhe tani deri na ishte mërzitur pse juve vajtet kaq gjatë dhe si u zbatuat rregullat, ndërkohë që ne po prisnim. Edhe i ta visim fakt unë s'po të mendoja fare ty kur po bëja atë. Po mendoja për qefin tim dhe këta e mori seriozisht kjo dhe tha si s'po mendon ti për mua. Jo me ti tash unë Blerinë tash nuk po mendon për ty se po këtë për qefet. Po më shtyll mua kështu edhe normal. Shat edhe më është të diskutimi. Në moment që po e dhe mua e kishe me mua dhe atë që bëra unë jo edhe ashtu se kisha thjesht. Cili është personi më provokativ, ferm, tha Soni. Soni tha. Era pyetja për shembull, me kë do kishe pasur qef të ishe në finale, tha Sara. Mua më ra, kush mendon që duhet ose po mbahet prej dikujt tjetër në lojë, thash Buja. Pyetje të lidhur me fermën, pastaj kishte pyetje kështu. Jo, vendim një date romantik ku do ishte, po kisha qef të zgjasja një çik më shumë, të hyja më në detaje, po i ndrepi të pak shkurt. Po, kisha qef sot, për shembull. Nuk e di si e ka kuptuar pyetjen. E ka kuptuar mbase për trupin. Se ti, Po. se unë kur e tha i thash Ola. Personi më provokativ. Po që kisha kur ira një pyetje që tha
A të shiron të vë pak vaj trëndafili për ty? Banë shumë është të mirë. Okej. Le të filloj. Qitë podcast. E pyetjet ishin personale, nuk ishin kështu gjithë mesazhitshme. Sepse ta për shumë nuk ishin pyetje për karrierën e të këto. E përne na kanë rënë kështu. Ne kemi pa, atëherë mund t'i them domethënë. Ne kemi pas pyetje për marrëdhëniet, tradhtin, për kështu filmar, kështu gjëra ashtu. Kishim pyetje lidhur me fermën. Ja dy gjëra. Ishte për shembull i tritira. Lipli. Ta menu për ju, nuk është se s'menoj për ju. Kupto? Qoftë për ty. Ore nuk Qoftë është për ajo ty si ide. individ, se për mu keni shumë vlerë të dy. Okej? Pra kështu filloi fjalin pra, se ashtu siç e fillove. Po sepse ishte forca shumë e madhe si më priti. Ore po thoja, nëse unë do isha dhe spektator, dhe fermer, do kisha mundësi ti dëgjoja çfarë po thonin të dy, do isha Nina. Po ju mund ta Po më dëgjon apo s'më dëgjon? Po dëgjoj me lart. Pra kjo është ideja, se tani duket sikur